Drita minimalisht merr ose ka të sigurta 1.3 milion euro. Drita është kampion i Kosovës për edicionin 2024-25 në Albimall Superligën e Kosovës. Gjilanasit kanë arritur të sigurojnë matematikisht titullin e kampionit 4 gjiro para fundit, pasi kanë grumbulluar 69 pikë, 12 më shumë se Ballkani i vendit të dytë. E pasi janë shpallur kampion të Kosovës, Drita do të jetë skuadra vetme kosovare që do të marrë pjesë në kualifikimet për Ligën e Kampionëve. Duke bërë krahasimin me Ballkanin e vitit të shkuar që kishte një paraqitje të dobët në Evropë, Drita minimalisht merr ose ka të sigurta 1.3 milion euro. Drita do të duhet të tentojë të bëhet klubi i parë nga Kosova që kalon një rundë në Ligën e Kampionëve, ku do të siguronte një ndeshje play-offi në Ligën e Konferencës. E kalimi në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës, klubi Gjilanas do të siguronte edhe 2.9 milion euro të tjera. E kur futesh në grupet e Ligës së Konferencës, çdo fitore vlen 500.000 euro, ndërsa barazimi vlen 166.000 euro. E për fund një statistik, Drita është klubi sa i përket viteve që është paraqitur më së shumti në garat evropiane, plot 6 herë. Me këtë të fundit kur shpall kampion do të bëhet 7.